njohësi i çështjeve ndërkombëtare Nefaj Lemini, vlerëson se fitoria e Peter Magyar në zgjedhjet parlamentare në Hungari nuk pritet të ketë ndikim të madh në Ballkanin Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. I ftuar në emisionin Debat në Shenja, Emini theksoi se Hungaria, pavarësisht ndryshimeve politike të brendshme, nuk ka peshë të mjaftueshme diplomatike, ekonomike apo ushtarake për të ndikuar ndjeshëm në zhvillimet e rajonit. Ai shtoi gjithashtu se nuk pret rikthimin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski në vend, duke theksuar se ai vazhdon të ketë azil politik në Hungari. Ndërkaq, ai vlerëson se Irani po përpiqet të shfrytëzojë maksimalisht rëndësinë strategjike të ngushticës së Hormuzit, duke theksuar se zhvillimet e fundit në rajon dhe projektet energjetike të vendeve të gjirit pritet të ndryshojnë rrjedhën e transportit të naftës. Rëndësia e ngushticës së Hormuzit pas 5 viteve besoj që nuk do të jetë e njëjtë, për shkak se duke marrë parasysh zhvillimet e fundit, shtetet e gjirit do të ndërtojnë dhe janë planifikim ndërtimit e tubacioneve të reja të cilat do ta kalojnë naftën nëpër gjithë territorin e Arabisë Saudite në drejtim në drejtim të detit të Kuqit dhe pastaj në drejtim të kanalit të Suezit, dhe në këtë moment Irani po synon që ta përdor ngushticën e Hormuzit për të arritur një marrëveshje e cila sipas tyre do të jetë fuqi ndoshta 10 apo 20 vitet e ardhshme, kurse përket uraniumit ka është vija e kuqe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe molla e sherrit në mes dy shteteve. Nëse SBA-ja bën tolerim në këtë pikë, atëherë kjo do të tregonte se e gjithë kjo luftë ka qenë totalisht e paraqyeshme dhe e pavlefshme. Nga ana tjetër, profesori universitar Mevludeni Bishi vlerëson se marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit karakterizohen nga një përplasje asimetrike, si në aspektin ushtarak, ashtu edhe në atë politik. Në të dy anët, në pjesën e SBA-s dhe në pjesën e Iranit, shoh një luftë asimetrike, atë që kemi diskutuar edhe më herët, por shoh edhe një simetri në mendimin politik apo në të menduarit në kontekst të strategjisë. Domethënë, nga një anë keni Trumpin i cili nuk njeh askënd tjetër përpos mendimit të vet apo të strukturës, klikës së vet më të afërt, që nuk ka ndonjë kontekst logjik, strategji, dobët analizë tepër të dobët në kontekst të lëvizjeve të linjës së mesme. Edhe nga ana tjetër keni ju gardën revolucionare që kërkon edhe më tepër pushtet për brenda strukturës apo konjunkturës iraniane. Dhe ju çfarë ndodh? Kemi një asimetri, një konflikt asimetrik në kontekstin ushtarak, dhe keni një simetri në mendimin politik, dhe kur ulini së bashku keni problem sepse të dy anët janë maksimaliste. Sipas tij, Turqia është më legjitime për të luajtur rolin e një vendit në të cilin do të ketë një marrëveshje mes Iranit dhe SBA-s, pasi vlerëson se ka një lidhshmëri më komplekse, e njeh terrenin më mirë, ka një paradigmë më të madhe me Izraelin, qoftë edhe në konflikt të retorikës.